5 dhjetor ngriuni luftoni për vendin tuaj. Bill O'Reilly ka qenë 40 minuta në White House takim me Donin, presidentin Trump, miqësi e hershme, dhe Trump i ka paraqitur platformën e tij se si kërkon të shpëtojë këtë vend të madh. Gjithashtu është folur edhe për paqen që mund të arrihet përpara Krismasit midis Ukrainës dhe Rusisë. Natyrisht që Trump e shikon nga ana morale apo amorale dhe di mirë që Ukraina është një vend i korruptuar dhe nuk ka asnjë shans që të fitojë ndaj Rusisë, shtet që ka 6.000 mbushje përthamore. Ideja e Macronëve me kompanitë BE-s se ai e ka shitur Ukrainën është si një thik e helmët ndaj Trumpit, i cili që në fillim ka thënë që do ta zgjidh. Natyrisht, po mundohet në mënyrë private me të dërguarit e tij, ku unë më krijon shije të keqe kur shikoj Kushnerin, pa ai nuk ka besim te rrupja. Shkrimi i Washington Examiner këtë radhë portretizon Ramon si shtet mafioz dhe i bën thirrje Meksikës, presidente smajt meksikane, që të dorëzoj personat e Sinaloës shqiptar të ekstradojnë në Amerikë. Në qoftë se ata do dalin përpara gjyqit, mos habiteni që dhe ndaj Ramës të sillen si janë sjellë ndaj diktatorëve të Amerikës Latine të përfshirë në trafiqet e drogës. Natyrisht që mund të ketë edhe qëndrime politike. Për shembull, Trump ka falur ish presidentin e Hondurasit, i cili është dënuar nga një gjykatë amerikane për trafikim masiv rreth 400 ton heroin, por kjo, siç thot Bill O'Reilly, i cili ja ka kundërshtruar Trump, është një arsye politike. Në hemisferën perëndimore, Trump kërkon që Amerika të kontrollojë gjithçka. Janë zgjedhjet në Honduras dhe është një komunist dhe një kandidat tjetër që është i partisë të ish presidentit Hondurasit. Ndaj politikisht Trump ka lëvizur sepse kërkon që të kontrollojë vendet e Amerikës Latine. Politikisht ka të drejtë. Ka shumë gjasa që edhe ndaj Ballkanit Trump të ketë doktrinën e tij. Ballkani perëndimor të jetë nën zotrimin amerikan fuqimisht. Washington Examiner nuk është media si Washington Post, si CNN, si Wall Street Journal, por është një zë konservator dhe nga kontaktet me përgjegjësit për Ballkanin perëndimor në Departament Shtetit dhe ata që mbulojnë Shqipërinë, e kupton qartë që ata dinë çdo gjë. Dinë edhe emrimin e troplinit para 2 ditësh nga Rama. Natyrisht, ambasada informon. Pra, diagnoza e dhënë nga Washington Examiner njihet në detaje nga Departamenti Amerikan i Shtetit, nga stafi i ngushtë i zotit Rubio dhe në syt e administratës Trump, Rama nuk portretizohet thjesht si Noriega, siç e cilësonte Washington Examiner, por këtë radhë është ngritur në nivel shteti mafioz. Ndaj nuk ishte rastësi ai telegram ngushëllimi për festën e 28 nëndorit, ku haptas përmendeshin narkotrafiqet, rreziku i madh për sigurinë kombëtare. Tek telegrami, në thonjza i Trumpit, e njëjta gjuhë. Rama is done. Por në qoftë se shikon artikullin e Washington Examiner, Tom Rogan, i cili njihet në Washington si konservator, ideja a do ta lejoj Trump të japi shtetit mafios të Ramës, ose do të ndryshoj qasjen, thot, ose do ta psoj keq, përmendet Maduro. Dikur në 97-ën, Washington Post dhe New York Times, gazetat majta, kishin një artikull, njeriu i në Shqipëri, për Berishën, e sulmonin shumë. Pra media përpunon mendimet dhe pasqyron her pas here edhe qëndrimet e Departamentit të Amerikan të Shtetit. Historikisht, kjo është përfaqësuar nga Washington Post, sepse kultura korporative e Departamentit të Amerikan të Shtetit është e majtë. Dje
ju përmenda dosjen Bitcoin. Në hetimet ndaj Meganigal është një fokus i madh. Pagesat që janë bërë duhet të jenë bërë me Bitcoin. Në shkrimin e Washington Examiner përmendet edhe Duçka, personi i cili ka pasur lidhje me djalin e korruptuar të Bidenit, me Meganigal, ndërthurësi i Ramës, pikërisht me këto element që janë ende në hetim në Amerikë. Rama donte të vinte në New York në 18 nëntor, mbase është friksuar, mbase do ta shtyjë për Krishtlindje. Duke pasur imunitetin e kryeministrit, nuk mund të arrestojnë, mos të ketë frikë. Por mesazhet janë: fundi yt i tmerrshëm ose tmerr pa fund. Është konsumim skajor dhe çdo ditë dalin fakte të reja. Kam kujtuar se Rama ka qenë kryeministër i Shqipërisë. Mënyra se si flet, frika e madhe duket se e ardhura nga Athina, të cilën Berisha i quan Lubia, de facto është kryeministri i Shqipërisë. E çuditshme, e habitshme, sepse media greke ka qenë përbusëse ndaj numrit 2 të qeverisë shqiptare, duke thënë nga pastruese në Athinë, numri 2 i qeverisë në Shqipëri. Por me atë mbështetje nga Athina, Gjasa dhe nga Moska ka kontrolluar më shumë se 80% buxhetit, duke vjedhur në mënyrë të paturshme, pa frikë. Por lufta klanore brenda asaj partie që është mësuar me thika, me helme, me vrasje, ka vënë përballë Veliajn, Arben Ametajn dhe Balluku. Si Veliaj, si Ametaj kanë pasur kontakte me agjencitë amerikane. Është enigmatike ardhja e afrikan-amerikanit Adams, i cili me helikopter vajti tek vilat qeveritare në Vlorë, të gjithë thonë se ka shkuar për të marrë dhuratë e Ramës, por çfarë, përse, ndonjë leje ndërtimi, ai është në hikje, por ka shumë gjasë, kur Veliaj ka hikur nga qelia, ka pasur një takim me Adams, e ka pasur në Vlorë, apo në mjediset e ambasadës amerikane. Përsëri Rama nuk ftohet në veprimtaritë amerikanëve. Dhoma tregtisë amerikane e ftuar është Begaj. Vazhdon dimri vetëm i madh. Ka filluar me mos takimet nga përfaqësuesja e Trump, mos ftesat tek anija ushtarake në Durrës, dhe fjalori i tij i përçartë duke marrë me politikën e madhe amerikane dhe duke ofenduar dhe Donit, i cili nuk fal kur të ushtallet ndaj tij. Donit Macron apo dikur Chirac. Ky vend i madh është superfuqi. Dhe Trump ka doktrinën e tij Don Roh. Hemisfera perëndimore është e imja. Bashkimi Evropian duhet bindet diktatit diplomatik dhe ushtarak amerikan. Nuk janë më forcë as diplomatike as ushtarake. Tejet i korruptuar Bashkimi Evropian. Skajor korrupsioni në Ukrainë. Dhe Rama kërkon të mbrojtë të pambrojtshmen, e cila duket që kam shumë forcë tek lidhjet e elementeve pastrues money laundering, çka cënon sigurinë kombëtare amerikane. Disa herë Departamenti Amerikan i Shtetit, kur ka pyetur zyrtarisht për zgjedhjet e vjedhura në Shqipëri, ka thënë që kemi një platformë të re, do të flasim vetëm kur preken interesat tona. Dhe nuk do të japim më raporte për zgjedhje. Për zgjedhjet e vjedhura ka Bielorusia, Shqipëria, mbase Moldavi, vetëm për ne kjo, jo. Pas majit, ma kanë bërë publikisht deklaratën që jemi në ndjeni për parregullësitë e zgjedhjeve në Shqipëri. Shqiptarët duhet të kishin votuar të pafriksuar. Në
dëgjesën e Kongresit Amerikan, ku njëri nga dëshmimtarët solli pjesë të raportit të OSBE-ODIHR për zgjidhjet e vjedhura, kjo ka kaluar në departament. Ata e dinë. Mund të organizohet një dëgjes edhe për zgjidhjet e vjedhura. Kudo në Shqipëri. Bërthamorët aty ndalon. Trump e shikon si problem moral apo amoral. Janë vrarë ose plagosur 1.5 milion rus dhe 400.000 ukrainas. Trump kërkon që ta ndaloj. Në këtë përplasje do të ketë fitues dhe humus. Edhe Zelenski thot që unë fitova sepse nuk e lash që të vinte deri afër Kievit. Nga dita që na pushtoi ka marrë më pak tokë. Ndërkohë që Putini përballë oligarkëve të tij thotë që unë jam fitues, e bëra të ligjshme Krimen, Donbasin, por ai ka marrë vetëm 10% të tokave. Ai nuk ndalon aty. Dhe korrupsioni është masiv tek Zelenski, kjo ja heq gjithë forcën, i korruptuar është dhe Putin, por fatkeqësisht të korruptuar janë dhe liderit e BE-s. Trump e ka kuptuar këtë. Ai më shumë shpreson të një lidhje miqësore, që nuk është reale, ai nuk e ka mik Putin, e ka sformuar Rubion dhe dhëndri i tij, i cili këtu konsiderohet si figurë mediokre, është në tratativa bashkë me Witkoff që nuk ka asnjë përvojë diplomatike. Por nëse Trump arrin paqen, ai do të jetë fitues. Witkoff se nuk u takua me Zelenskin apo nuk thon gjë kjo? Witkoff nuk u takua me Zelenskin sepse e kanë hequr si kartë biseduese Zelenskin. Mbas korrupsionit skajor madhor. I numri 2, Zelenski ka humbur ato kartat që thoshte Trump. Ndaj, peshorja po shkon më shumë. Dialog në Ukrainë. Urdhro? Me këto dialogohet në Ukrainë. Me asnjë. Ky fillimisht ata thanë që nuk do të jetë në bisedë Ukraina fare përpara një viti. ASBE-ja e afroi, por e shikon që problemin tani e ka vetëm me Putin. Nëse do të ketë paqe, e vendos Donald Trump dhe Putin. Putini ka problemet e tij. I korruptuar, për mua kriminal, por mund të ndodhë që oligarkët mund të kthehen kundër tij dhe ta zvendësojnë me dikë më të keq. Ju përmendët ish presidentin që flet her pas here për armë bërthamore. Natyrisht që Trump kërkon që ta shkëputësë Rusinë nga Kina. Kjo do të ishte një hap të jetë me i zgjuar. Problemi i Ukrainës nuk është aq i thjeshtë aq sa duket. Varet nga ç'kënd vështrime shikon. Ukraina është krijuar në 39 nga Stalini. Ato zona që sot janë katolike kanë qenë të populluara nga polak. Ka bërë spastrim genocid Stalini, i ka hequr. Ndaj është kjo përplasje me zonën poshtë Donbasit që janë zona që flasin rusisht. Ai e konsideron si tokë të perandorisë ruse. Dhe Amerikanët këtu ka disa qasje. MAGA nuk do luftë. Nuk merrem me kufint se si i ka ndryshuar thot Rusia me Ukrainën nga 39-a, Krimea 1783-shin, sepse nuk do të donim që të merresh edhe me kufit tanë me Meksikën si kemi ndryshuar. Politika e jashtme nuk ka shumë pesh këtu tek votuesi amerikan. Ndaj Trump ka dorë të lirë. Duket që nuk beson edhe tek Rubio. Fakti që Rubio ka dalë 2 herë blof tek bisedimet, ai kërkon ta bëj tet-a-te me Putinin. Natyrisht që ka si Boltoni, i cili më ka thënë që Trump kërkon çmimin Nobel dhe nuk do t'ja di mbas nëse vendoset një paqe se ç'do të ndodh pas me Ukrainën apo me Rusinë. Problemi për mua është ky, ajo zona e demilitarizimit. Pra, deri ku do ke ushtria e Ukrainës është shumë e fortë, është armatosur deri në dhëmb. Dhe ata kanë luftuar si heronj. Ky është fakt. Thuajse 4 vjet dhe Putini nuk ka shkuar më shumë se 60 apo 70 milje, sa i bie 100 kilometra. Edhe pse është një fuqi bërthamore, tregon që ekonomia po vuan, korrupsioni është shumë i madh, por duhet hequr mbështetja e Kinës nga Putin. Natyrisht këtë mund ta bëjë vetëm Donald Trump, sepse Putini ka qenë i ashpër që kur ka marrë Osetin kohën e Bushit. Ka luajtur me Obamën, ka luajtur me Bidenin, dhe Trump ka drejt të thotë që po të kisha qenë unë, ky nuk do të kishte nisur këtë luftë. Tani nuk mund të mendosh, por fakti është që me Trump
të gjithë kanë frikë sepse Trump është i paparashikueshëm. Në duke të parë, duket sikur çdo gjë është në favor të Moskës. Por mos ta harrojmë çka ndodhi pas luftës së dytë botërore. Roosevelti i dha shumë herë më tepër Moskës dhe Stalinit. Shkatroi gjysmën e Evropës, e kaloi në skllavëri komuniste. Por kjo është bërë nga e majta, ndaj duket çuditës si një president i djathtë ka këtë qasje. Por unë besoj që i vetmi që mund vendos paqen është Trump. Mbetet për të parë. Zoti Baba, pikërisht kur amerikanët ishin në Moskë, Vladimir Putin kërcënon me luftë Europën. Pse e bën këtë? Blof. Rusia duket që nuk është Bashkimi Sovjetik. Kur shikon ushtarin rus që shet karburantin e tankut, veshjet, korrupsionin e madh masiv, rrogat shumë të vogla, por ai shikon që Europa është e dobët. Macron është një figurë që rreth 7% mbështetje ka në Francë. Në Gjermani, Gjermania ka 4 vjet që nuk ka rritje ekonomike. Pra ai e shikon se si Trump është përpill Evropën dhe luan. Nuk besoj se të gjithë që e shikojnë e kuptojnë. Ky nuk po merr dot Ukrainën. Si do të guxonte ky të sulmonte Evropën, që fundi fundit është në NATO. Suksesi i tij është që të mos lejoj Ukrainën që të hyjë në NATO. Duam apo s'duam, Ukraina është thuajse vend evropian. Dhe në qoftë se hyn në BE, do të quhej si fitore për Zelenskin, edhe pse nuk hyn në NATO. Nuk besoj se kjo administratë me Trump do të lejojë që Ukraina të hynte në NATO, edhe pse kjo aleancë e madhe nuk lejon që askush të vër pengesat dikujt që të hyjë antar. Por ajo marrëveshje gentleman është dikur me Gorbachovin ka pasur si ta shtynte NATO-n, mos të vinte afër Moskës, se nga kjo filloi e gjitha. Ndaj hyri Putini në luftë, sepse ata nuk të riqnin dorë nga antarësimi NATO. Dhe po ta mbani mend, Bideni i dërgoi avion. Zelenski i tha eja në Amerikë. Ishte kryeministri britanik që ktheu gjithçka. Por ata kanë luftuar si heronj. Por po e paguajnë shtrenjtë, sepse nga 42 milion, Ukraina sot ka 28 milion banor. Kanë ikur kudo në përbot. Kjo është dhimbja më e madhe. Zoti Baba, doja që të flisnim gjithashtu për një ngjarje e cila fakt përfolur shumë këtyre 48 orëve. Kam fjalën për ndalimin e Federica Mogherinit. Sa e cënon reputacionin e Bashkimit Evropian ndalimi, hetimi një funksionar, ish funksionar klas të Bashkimit Evropian për politikën e jashtme në gjykimin tënd? BE-ja nuk ka forcë diplomatike, nuk ka forcë ushtarake. Janë burokrat korruptuar të pavotuar. Nuk ngjan ky bashkim shtetës siç është Federata Amerikane. Absolutisht. Ekonomikisht po. Politikisht thuajse asgjë dhe aq më shumë kur figura të tilla mediokre që morën dhe doktor causas honoris në Shqipëri, kur ajo nuk ka pasur asnjë gjë akademike, tregon që e majta është e korruptuar kudo. Ndaj Trump është mos përfillës ndaj Bashkimit Evropian, ndaj BE-s, ndaj Britania u largua. Ata drejtohen nga të korruptuar, të cilët po shkatrojnë kufit, shtetkombet e Europës, dhe Europa po e vuan shumë. Nuk është Europa e viteve 91, 92, 90, kur drejtohet nga burra shteti. Ky Bashkim Evropian drejtohet nga ukist, helmi i Soros ka shkuar kudo. Ajo që mua më bën përshtypje, dashuria e madhe e të smurit global të Ballkanit me këto figurat korruptuara. Akuzat janë që ka paguar deri në 4 milion dollar Blairin, duhet të paguar Mogherini, përse shkojnë në jug të Shqipërisë, pjepër i Italisë apo Adams, pra falen llokmët pasurisë kombëtare për të blerë heshtjen. Por sot Washington Examiner ka shkrimin e dytë, mbasi pa thënë që Rama si Noriega sot a do t'i japi free pass Trumpi lidhjeve të karteleve të drogës të Ramës? Nesër do të kem diçka në fokus tek faqja ime, fokus dividendet më shumë. Pra, trysnia e medias djathtë amerikane ndaj Ramës vjen dhe forcohet. Laku është ngushtuar. Nga burimet mia, McGonigal është në hetim edhe për lidhjen dose që quhet Bitcoin Albania. A është Rama i përfshirë? Unë them se po. Për çfarë bëhet fjalë? Bitcoin, prodhimi Bitcoin në Shqipëri. Çka cënon interesat e sigurisë kombëtare amerikane. Këtu doni nuk do të falte. Fakti është që në rihetimin e McGonigal ka dalë për herë të parë dhe kjo tregon diçka. Ka pasur nga Washington Examiner për para 2 vjet dhe unë kam thënë që janë miliona dollar të paguar nga politikanë shqiptarë dhe në Kosovë
Natyrisht, këto janë kryer me Bitcoin. Është bërë një mandat arrest për dikë me 2 miliard. Ky është problemi i madh. FBI, që trajnon Bironë e Hetimeve, ka një orientim edhe në këtë pikë. Pra dosjet po bëhen masive, dosja me Gangl, foto me Obamën, Sinaloa, shkrimi sot flet shumë për të, shtohet dhe Bitcoin Albania. E kuptova. Zoti Baba, edhe diçka tjetër. Republikanët kërkojnë administratës Trump vëmendje të shtuar për Ballkanin. Veçanërisht për Kosovën. Pse diçka e tillë? Dhe a ka vërtet mos vëmendje? Dim që ambasadorët pak nuk kemi as në Shqipëri as në Kosovë. Janë 30 vende pa ambasador. Do të bëjmë një dallim. DGS-a ka qenë nën Komisionin e Europës. Më duk habi që nuk ishte përfaqësues zyrtar të departamentit, ishin 3 specialistë që janë NGO. Pra mendimet ishin të tyre, nuk janë të Kongresit, por përmes tyre erdhi që zgjedhjet janë të vjedhura në Shqipëri, u dha ajo e OSBE-dirit, nuk është dhënë asnjëherë, këto ngelin në records. Ajo që më pëlqeu, personi që përfaqësonte Heritage Foundation, shkoi tek ideja Boltonit që Kosova duhet të hyjë në NATO. Dhe prap një nga këta persona tha që përse duhet kemi biseda strategjike me Serbinë dhe jo me Kosovën, nuk duhet të abuzojmë për epitetet ndaj Kurtit, nuk është deklaratë e departamentit që Kurti është obskurantist, as e Kongresit, po e njërit nga dëshmimtarët që dëshmoj në Kongres. Natyrisht që çdo gjë ngelet në records dhe kështu fillojnë kthesat e mëdha. Unë mbaj mend dëgjesën e Berishës në 91-shin në Senat. Unë besoj se ky nën komision mund të merret dhe me Shqipërinë më vonë. Këto janë mënyra se si veprohet në Kongres, në Senat, por ai që vendos politikën është departamenti i shtetit dhe shtëpia e bardhë. Ka pasur raste që ka dhe mos përputhje, por fakti është që të gjitha këto shkojnë në departament. Shkojnë ngelin records, siç ka qenë dikur Xhezi Helen që kërkonte bashkimin Shqipëri-Kosovë, apo trafikante që ka futur me records vjedhjet e zgjedhjeve në kohën e Metës. Pra, është diçka pozitive për mendimin opozitar në Shqipëri kundër Ramës. Zoti Pava, në fund, pyes për zhvillimet në aktualitetin politik, e kam fjalën për zhvillimet më të fundit në Partinë Demokratike. Jemi dje i vëmendshëm kundër këtyre zhvillimeve. Zoti Saliani me një grup demokratësh mbas një kafe ka zhvilluar një takim në Durrës ditën e djeshme. Duket se kemi tensione dhe fërkim, duke qenë se pikërisht dega e Partisë Demokratike në Durrës i ka dërguar një mesazh anëtarëve të saj një ditë më parë që të distancohen nga ky organizim, sepse nuk është i organizuar nga Partia Demokratike. Çfarë mendon se do të sjellë, le të themi, kjo lëvizje e zotit Saliani? Është e dobishme për Partinë Demokratike? Zero. Ai sa ta vlan balla mund t'i marrë Partinë Ramës, mund të marrë Saliani Partinë Berishës. Saliani është një figurë që nuk meriton të ishte aty, mbas asaj sjellje me shko bejsbolli, nuk ka asgjë të keqe, por nga ato pamje që pashun tek ju, nuk më duken nga dega e PD-s. Kishte edhe disa që mbasëm nuk kanë votuar fare. Megjithatë, gjithkush ka drejt të ndrojë. Tani në Shqipëri partitë janë të forta me lider të fortë. Siç është Rama tek PS-ja, Berisha tek PD-ja. Nuk ka asnjë mënyrë që t'ja marrë dikush që është minor fare. Ne dim se si janë kryer. Rama e di se si e ka marrë PS-n. Ja la ose ja shiti nan ose se merrte kurrë dhe nuk e lëshon. Si nuk po lëshon dhe postën e kryeministrit. Duhet të ndryshojë sistemi zgjedhor në parlament, por dhe ndryshimi i organizimit partive politike. Unë kam thënë disa herë tek ju, Donald Trump nuk është kryetari i Partisë Republikane. Obama nuk ka qenë i Partisë Demokrate. Askush nuk e di këtu se kush është kryetari republikan apo demokrat. Këtu ka kryetari i Këshillit Kombëtar i demokratëve ose republikanëve, mund të vish me mua në Washington të dërgoj të zyrat e Partisë Republikane 5 dhoma në kuzhinë, një drejtor ekzekutiv. Pra partia nuk është si repart ushtarak. Fatkeqësisht ne kështu i kemi në Shqipëri. Është futur një model që voton gjithë partia. Është shumë e vështirë t'ja marrësh Partinë Berishës, sidomos mbas asaj ringjalle që bëri. Këta element që kanë qenë të bashkës, që s'kan asnjë lidhje shpirtërore me PD-n, mund të krijojnë një parti tjetër. Aty nuk i pranon ata 550.000 vota që votuan. Ndoshta vërtet nuk mund t'ja marrësh. S'ka shans. Duke qenë se gjithë ky organizim nuk zhvillohet brenda subjektit politik, dhe këtë e ka thënë zoti Berisha, po ama
mund ta dobësosh apo jo Partinë Demokratike duke shkëputur edhe disa demokratë të tjerë për saj. E provuan edhe Basha sa mori. Nuk ky po bën lojën e Ramës. I paguar apo i paguar nuk e them dot, por në këto çaste kur Bullgaria po digjet, Serbia dhe kur kemi këtë korrupsion galopant të dyshit, njëshit, kur media amerikane sulmon kusarinë e Ramës, të bësh këtë lëvizje je anti vendit tënd. Aty jetë kanë futur kot në kryesi, nuk e meriton. Përse po e bën? Ka veprim dhe kundër veprim. Por është e them edhe një herë, aq sa mund të marrë Taulant Balla ose Erion Braçe Ramës partinë, mund të marrë Salinjani Berisha, nuk ka shans. Veprimin mbetet për të parë. Jo, ta them me siguri këtë. Është një figurë që nuk ngjall asgjë, nuk për të folën të flasin sa doj. Kjo ka ndodhur tani flet, e shanë Ramën, puna është e heq dot. Referuar le themi zhvillimeve sa i përket kësaj lëvizje. Nuk e shikoj si lëvizje. Falenderoj për sot. Kënaqësi. Kudo në Shqipëri.